nuk është mbare baba me andru pelenën fëmijës vet, është krejt normal, nuk është mbare baba me ushqy, nuk është mbare baba me... Bëhet edhe baba edhe nona, nuk bëhet veç nona, e ka përgjithësi edhe burri që duhet mi ndajt afër gruas, nuk e kuptojnë çka është tu hek gruaja, nuk është thjesht qerë në shtëpi edhe sa tu bu kur gjo, është tu bu shumë. Përshëndetje. Qyshe? Mirë. Nuk alën? Mirë, faleminderit. Po, me një bebush? Po, e kam një vajzë. Një vajzë. Qos me gjatë që sa vite? Që 1 vjet e 4 muaj. Do thonë është mja i parë kë. Mja i parë. A ndërkohë atë gjithësin për herë të parë kur ki, domethënë kur e ki kapë në dorë fëmijën. Është një ndjenjë që s'mundesh me përshkru. Veç kush është prend, kush e ka provu, mundet me tregu. Unë e kam dëgju shumë përpara histori të nonave, po nuk kam mujt me kuptu atë ndjenjën që është më bunon, po e provu vetë. Është ndjenja më e bukur në botë, se sash më jam mbushën sytë me latë, është një emocion i pa përshkrushëm, ndjenja e të bërit prend, sidomos nona. S'po them edhe për baballarët, po nona është non. Nona është më shejt. Ma shajt ekziston, po. Pas që jemi synuar, vërtet. Po, shumë. Ndjes për ato vajza, për ato gra që ndoshta halas se kanë shijuar të jenë nëna. Unë uroj që secila grua ta provon ndjenjen e të qenunit nonë. Sepse me të vërtet kam dëgjuar shumë raste edhe që janë çifte, po nuk e kanë plan që më u bë prend. Thjesht dojnë me vazhdu një jetë që mos më bu prend, është zgjedhja e tyre. Po unë uroj që edhe ata ta provojnë, se është një gjë që ta ndron krejt jetën, fëmija ta ndron jetën, është e vërtet, ki prioritete tjera mandej, po janë prioritete që besom që ja vlen. Edhe është ja vlen për të mirë, domethënë, kështu që ndroni mendën edhe jo që mendoni që nuk keni dëshirë me bo fëmijë, keni dëshirë me jetu ashtu. Por është shumë e mirë për ato që nuk dëshirojnë bo nona. Andërkohë, tash që ju jeni e gëzoni kreativitet nën, sa ka ndryshuar jeta juaj? Ngrohen krejt komplet, ndrojnë prioritetet, që thash, po thjesht është pak e vështirë, nuk është e lehtë, është shumë sfida që nuk e dena zë që janë të prit, është pa gjumësia, lodhja, thjesht nuk e dena jetu sill mira, jetu e bu punën e duhun, ki nevoj me ndi fjallë të mira, ki nevoj me të përkrosh, shumë e rëndësishme përkroja prej bashkëshortit edhe familjarëve të afërt. Po fatmirësisht që ato i kam, kështu që më kanë bo ma të fort edhe ma të sigurt me vazhdu rrugën tam përpara si non, me rritë vajzën qysh i ka hije, qysh është mas mire. Cila ka qenë vështirësia më e madhe që keni pasur me qëra fjala? Bashkëshortja, falenderoj shumë sepse është konë gjithë aty kur unë kom pas nevojë, edhe duhet me konë. Se në fakt prind bëhet edhe baba edhe nona, nuk bëhet veç nona, e ka përgjithësi edhe burri që duhet mi ndajt afër gruas, edhe me kuptu gruan, me mbështet atë sa mundet. Unë e di që edhe shumë burra për shembull shkojnë gjatë gjithë ditës, punojnë, nuk janë aty, nuk e kuptojnë çka është tu hek gruaja, nuk është thjesht qerë në shtëpi edhe sa tu bu kur gjo, është tu bu shumë. Kështu që kuptoni gratë, mos i paragjykoni, rini ofër, fjalë më të mira, më të ëmbla, më të buta, çaq mjafton kanjëherë. Sa fjalë të mira i tha për gjithë ato persona që shpresoj që kjo intervistë mos shkoj vesh do të thonë ta shikojnë, ta dëgjojnë çdo kush secili. Unë do më të pyet pse shumica i mungon kjo mbështetje e burrave. Sidomos gruaja ka të gjitha thonë rritjen e fëmijëve, atë barën më të madhe. Pse? Ti kjo te. Në fakt është shoqëria jonë, mentaliteti unë mendoj, po shoqër që ka nisë me ndru, se unë kam kontakt me shumë nona, se kom qenë vetë gazetare, moderatore, tash e bëj punën si influencer, që një kohë gjatë edhe jam kontakt shumë me nona, sidomos Instagrami jam është bu komuniteti nonave dhe i ndojmë kështu mendimet, hallet me njëra tjetrën, është për shkak të mentalitetit. Po ka nisë me ndryshu, se unë e shoh që shumë burra janë të përkushtuar, kohën që kthehen në shtëpi pas punës e marrin fëmijët, merren me ta, luajnë, i japin ushqim, nuk është mbare baba me andru pelenën fëmijës vet, është krejt normal, nuk është mbare baba me ushqy, nuk është mbare baba me ndajt me fëmijën e vet, edhe nona me shku me krynoj punë, ose edhe me kalu kohë të lirë pak për veti, është krejt normal. Edhe ky san duhet me ndru, një herë për gjithmonë, po ka fillu me ndru. Sandet e mdoja, revolucioni shkon ka dalë, nuk shkon në hapa të shpejt, por mirë është që ka fillu me ndru.
A janë të përgatitura sot nonat, për me qenë, dhe me thonë, tamam nonat kompletuara? Fatkeqësisht këtë na nuk ka shumë për shembull trajnime para përgatitse për nona. Unë trajnimin që kam qenë para se mu bo nona është për gjithonja, e cila më ka ndihmuar shumë, sepse përveç shtatzanis lindjes, që është shumë e vështirë, periudha tjetër që më njëherë të pret është gjithonja, edhe shumë pak nona e din këtë send. Është sfidë në veti, kështu që për me mbajt fëmin në gjë edhe me vazhdu me jo gjë është shumë zërë, po fatmirësisht ka trajnime, po duhet mu interesu pak ma shumë për mi gjetë, janë zakonisht në Prishtinë, vjen keq që në qytete tjera ende nuk kam bri me konë, kështu që mendoj që shteti jonë duhet me punu pak ma tepër në qëtë punë për gratë shtatzana, nonat pas lindjes, se sado që ki një profesion caktum, pas lindjes pauzan, thjesht je një nonë që duhesh mu përkushtu total 24/7 edhe s'ka lidhje aje smut, s'ka lidhje qka do ti du je nonë edhe a besoj në karierë më konë smut, ndoshta 24 orë ka zgjat, as 24 orë dhe më qunë kom vazhdu se më pret vojza. Për shembull i mirë, atë ka po më shkëput pak kjo bota e qenurit nonë, tashmë jeni dhe influencerë, atë ka po më shkëput pak? Po, në fakt për këto punë që a i kry për shpis, jo mundu mësë më shkëput, ditën e tretë masi që kom lindur, në veç kom fillu, jo më kone angazhume, nuk është si për para, thash, po është ndjenja ma e mirë që jam të e përjetu, se jam të e po non stop fëmin tam që kështu rrit. Edhe qa jam më banë ma të lumë të në botë edhe ma të gëzume, s'ko lumë të rimat ma dhe se më konë ofër fëmis tam. Ta kështë këtër kohën edhe njëherë mbrapa, ashtu duke mos përjetuar këtë qenurit të nonë, a kështë ndryshu jetën edhe njëherë me këto që dhe me thonë t'ishe nona, po? Jo. Kur gjusë kësha ndryshu. Thjesht, jeta është ajo që përjeton, është risku, është fati që caktohet, kështu që universit i qanë ato sande që kanë me të ndodhë momentin e caktuar. Vajza ime ka ardhur momentin ma të nevojshëm kur na kena pas nevojë dhe o konë thjesht një dhurat prej Zotit. Në fund po du, një mesazh gjithë atyre grave, atyre vajzave që dëshirojnë të bënë nëna, dhe më thënë shpejti, një mesazh një këshill. Kam fakt shumë këshilla që kisha pas qef mi u jep, po këshilla e vetme që kisha dashur momentalisht ndoshta është që me kon të qeta mas pari me vetën e vet. Mos milion mi kaplu emocionet, se emocionet ka njëherë të kaplujnë edhe nuk kisha kur gjo për para. Është rrugëtëm shumë e vështirë, nuk është e lehtë, po në fund keni mundi shumë të lumtura edhe besojmë që keni mja dalë. Secila nonë është shumë e fortë, secila nonë është heroin, kështu që mos u dorëzoni. Pata shumë kënaqësi nga një grua shumë e zonja, të marrë shumë mesazhe të mira, shumë këshilla për gjithë ato që ndoshta dëshirojnë të bëjnë nona. Të uroj më të mirat në jetë. Kënaqësi shumë që u takuam. Faleminderit, është rastësi, kështu që po besoj një mesazh për gjithë ata që po na ndjekin, një mesazh sado i vogël për gjitha nona që kanë më bu. Faleminderit edhe rasti është mbreti botës, u takuam. E besoj këta. Suksesa.